إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga tërëqijat e shpirteve dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat të risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert. Edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi. Edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është të keqen. Mirë po dhe të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Një ditë prej ditësh, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kishte emrin Abdullah ibn Umar, djali i Hazreti Omerit, ishte prej sahabive të mëdhej. Kishte dalë me shokët e vet në periferitë Medinës. Edhe ishin ul me ngronë bokë, kishin shtruar sofrën, e aty po kalon një bari, pi jep selam. Abdullah ibn Umar i thot urdhra, eja të hajmë së bashku. Thot jam agjerushëm. Thot agjerushëm këtë ditë të vapës e të temperaturave të larta në këto vende, në këto, dhe më thonë, male të larta prej Medinës. Thot po përgatitna për dhe ditë kur kem nevojë shumë për këtë punë të mirë. Pi thot, po të dele që i paske, apo ma shet një dele, edhe të pagujna, edhe të dhojmë ty prej mishit saj që me baj iftar kur vjen koha e iftarit. Po të sjen të mijat, po të që ka gali që sjen tuat, i thuat i zëtnis tonë që e ka hangër ujku që të dele. Edhe thët aji u këthy, pjelen Abdullah ibn Umarin, edhe bëj këtë dorë me gesht ka qeli me thonë, e ku është Zoti, e ku kena mundësi mi ka Allahu Azza wa Jall dhe sirit ti dhe diturisë e ti. E më së të regohet se Abdullah ibn Umari ishte interesuar se kush është ky bari, kush është ky shoktor, ky rob, edhe kishte ble edhe robin, edhe delet, e kishte luruar robin dhe këta dele, ja kishte dhënë atij personi për shkak asaj devotshmërie që ishte ngulitur thellë në zemrën e tij, e që kur imani nxon vend zemër, besimin në Allahun Azza wa Jall, në emrat dhe cilësitë e tina, është si një pemë e mirë i cila jep frutet çdo kohë dhe çdo vend. Kështu është imani kur të zon vend zemrat e njerëzve. E sidomos besimin në Allahun Azza wa Jall,
besimin në emrat e tij, cilësitë e tina, e prej tyre me besu se Allahu Azza wa Jall është ai i cili sheh dhe din edhe dëgjon çdo gjë. Pra thjesht është ai Allahu Azza wa Jall të cili e ka përmend për veten e tina më tepër se 40 vende në Kur'an, inna Allaha kana sami'an basira. Se Allahu Azza wa Jall edhe dëgjon edhe sheh çdo gjë. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu Azza wa Jall e din e sheh atë që veproni. E ajetet të ngjashme që e tregojnë këtë cilësi që më ngulit thellë në mendjet tona dhe zemrat tona se çdo gjë që ka në qi pej melaçeve apo këtyne trupave qiellor, Allahu Azza wa Jall i sheh. Çdo gjë që ka në tokë, prej gjinëve e insanit, prej kafshëve, e shpendëve e peshqeve, e çdo gjë që rrjedh në këtë lumej, besa edhe atë milingonën e cila i bën ata habat e vogël mbi një, dhe më thonë, gurit të mpret. Në pikë të natës, Allahu Azza wa Jall nuk i ikë dhe shikimit të tina. Nga se realisht për të nuk ka pengesa, as distanca, pas do një pengesë që ka mundësi realisht njeriu me pengu me pa, nga se çdo gjë Allahu Azza wa Jall është në të njëjtën kohë, pavarësisht sa është larg, sa është afër, pavarësisht a ka pengesa njerëzore që ne i llogaritim se pengesa apo nuk ka, nga se Allahu Azza wa Jall sheh çdo gjë, dëgjon çdo gjë, nga se inna Allaha kana sami'an basira, la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar. Allahu Azza wa Jall nuk kena mundësi me përtheku ne me shikimet tona, edhe pse shpresojmë që nesër ditën e gjykimit me e pa, po prap shikimi jo në syri jo nuk ka mundësi me e përtheku. Domethënë qenin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa është ai i cili realisht e ka përtheku edhe din çdo gjë tonë dhe çka shohim ne me sytë e tonë. E për atë ka dallim të madh vëllezër të nderuar, Zotin që ne e besojmë se është i gjithdijshëm, se sheh dhe dëgjon çdo gjë, me atë i cili realisht dikush e beson e që as nuk sheh, as nuk e dëgjon, as nuk ka mundësie me të zgjedh kur farpune. Për atë e gjejmë Ibrahimin alayhis salatu wassalam, kur e çartoi ke babën e vet dhe popullin e tina se po adhurojnë gjëra të kota, i thaj ke ja ebeti lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. O baba jem, pse po adhuron dikon që as nuk dëgjon, as nuk sheh, as nuk ka mundësi kur farhalli me të zgjedh. S'është ai Zot, sa adhurohet për Zot. Edhe pse njerëzit ko pas ko e marrin, domethënë idhë idolet e ndryshme, që realisht as hallet e vet as mundin me rregullu, e lemo me të zgjedh ty problem. Ndërsa ne si besimtar e besojmë domethënë Allahun Azza wa Jall, i cili është i gjithdijshëm, i cili sheh edhe dëgjon çdo gjë, edhe pse kemi një rregull të artë se lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, atina nuk i përgjason askush, ndërsa është ai i cili domethënë ka shikim, shikon çdo, ka dëgjim dhe dëgjon çdo gjë. Mirë po vëllezër të nderuar, ky besim qofse ngolitet tash në zemrat tona thellë dhe mendjat tona, edhe e kem parasysh këtë punë, realisht kjo ka edhe ato frutat e veta që është mirë njeriu ka herë me i kujtu. E para aty në është se një njeri i cili e din që Zoti është duke e pa, pavarësisht se kanë ndonjëherë ka mundësi me kalu në për sprova të ndryshme, ka mundësi me kalu besa ndonjëherë edhe në fatkeqësi të ndryshme, besa ndonjëherë edhe me i bë dikush zullum e me i hin hak, e besa ndoshta dikuna me i utut se ka pushtet, ka fuqi e kështu me radhë. Realisht qofse njeriu e din se Allahu Azza wa Jall është i pa, edhe mua dhe ata, edhe më kanë dorë edhe mua dhe ata, realisht kjo e bën që njeriu me kon shumë më i qetë edhe më mbështet atij i cili është i gjallë dhe nuk vdes kurrë, nga se këtë hall e ka pas edhe Musa dhe Haruni, kur Allahu Azza wa Jall e ka dërguar te Firauni. Firauni ka pas ushtri të madhe, ka pas fuqi, siç janë disa superfuqi botërore tash kohën bashkëkohore. Edhe i ka thonë shko ataj, këshillo ndoshta përkujton dhe do më ka frikë. Tash Musa pi thot Allahut Azza wa Jall, o Zot, po tut na çaj ose ku më dënu aty për atë, ose ku mi kalu kufit do më thonë të më bëj zullum. Edhe çai ka thonë Allahu Azza wa Jall,
inni ma'akuma asma'u wa ara. Unë jam me juve, ju dëgjoj dhe ju shoh. Kjo ka me ftu si ngushëllim me i tregu Musës dhe Harunit, edhe çdo kujna që ko pas kohë i bëhet zullëm, le të dinë se përmbi neve është një Zot i cili edhe dëgjon edhe shet dëgjë. Edhe din, edhe nuk është vetëm shikues i cili ka mundësi dikush me menduar ashtu se është i pavlerë, edhe nuk intervenon e kështu me radhë, mirë po, prej emrave të, prej kuptimeve të Allahut azza wa jall që është Basir, është se Allahu azza wa jall i shet gjërat, mirë po ndonjëherë edhe i shet me atë syrin që nuk i shohim ne. Edhe pse ndonjëherë mendojmë se gjërat ma mirë shkon ndryshe me qenë, më na dhon pasuni se na kish bë dobi, e Zoti e din se ndoshta më na dhon na kish bë domethën zarar, e kështu me radhë faktikisht disa gjëra Allahu i sheh, ne i shohim me sy tjetër, Allahu azza wa jall i sheh me sy tjetër, e këtë po them për ngushëllim. Se këtë kohën bashkëore, kjo që ka ndodhë nga Gaza realisht jenë të edit tër bota. Ama mos më harroni se vëllezërit e nderuar dhe mazi kanë bën luftën në Siri, edhe në mazi kanë bën luftën në Irak, edhe në mazi kanë bën rrugën luftën në Afganistan, e në vra me miliona njerëz e në plagos e gjumtua të nësene, që për neve ngushtim është se Allahu azza wa jall i ka po edhe ata që s'jem të i po nësët. Na pjeshohem ta që pëndodhë në Gaza, mirë po ato i po edhe këtë që pëndodhë në Gaza, e i ka po edhe ta që ka ndodhë edhe më herët. E pra thash, kjo duhet më nash për shërby, si ngushëllim kër e dim se Zoti është ai i cili dhe më thonë dinë dhe dëgjën gjë. Mirë po vëllezër të nderuar, njeriu kur e din se Zoti është për atyre që e din çka bëjmë na, do të më na bëhet që me konë më të vetëdijshëm që me bë punë më të mira. Që s'ka nevojë që ose njeriu e nalë rrugë veturën me hjek një pengesë, nuk e bën se ato e pa insani ose ku me të shpërblys insani, mirë po ato e ba se e din se prej imanit tonë është me e largu një pengesë për rrugës. Wa'malu saliha inni bima ta'maluna basir. Bëni veprat mira nga se unë jem të ja pa ato që jem të vepru. Kjo mjafton për besimtarin me kon shtetës. Thjesht, kur ka ardhur Xhibrili e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ka thonë se çka është ihsani, çka është ai grada më e lartë në fen tonë islamin, ai bamirësia, ka thonë an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Me adhuru Zotin sikur ti je të e pa atë. Edhe pse ti nuk je të e pa atë, Zoti është të pa. Zoti është të pa çush je të fal. Zoti është të pa çush je duke agjëru. Zoti të pa është dhe më thonë kër je duke shku në haqë. Zoti të pa dhe kër po mendon që je dhe më thonë vetëm në 4 mura dhe je të e qelë këtë telefon apo atë internet apo televizion. Realisht këtë jemë shikim në Allahut azza wa jall. Pra të thjesht vëllezër të nderuar, ka dallim të madh dhe njëherë ndoshta dy njerëz janë në saf. Pejnë namazet tina dhe namazet tina, nga se tjetër gjendje e bën ai i cili e din që është në mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall dhe nuk i kthyer te Allahu azza wa jall. E pe ati që të është ish kujdesur, edhe ndoshta i kënment edhe atje edhe këto e kështu më radhë. Pra thjesht, që pëse dën njeriu me e ba adhurimin, ashtu si që të kanë adhurimit, edhe pse sa do me e ba adhurim të madhë, edhe të mirë, edhe të përpikt, realisht është shumë i pakt, në krahasim me begatit e Allahut azza wa jall, edhe shumë i pakt ma që asënojmë për shpërblimit ditën e gjykimit në xhenetin. Mirë po, kur e kem këndjenjen që jem në mbikëqyrjen e Allahut dhe në vazhgimin e tij dhe në syrin e Allahut azza wa jall, kjo duhet më na vetëdijsue se çi jem të ke bë adhurimin, si jem të fal, si jem të agjëru, si po dhejmë zakat e kështu me radhë, nga se realisht në njëri i tillë kur e kanë këtë ndjenjë, nuk është si disa që kur dojnë me bë mirë e këshyr apo e dim filoni, apo e shef filoni. Apo thot këtë që do njëherë edhe i dhnohet që fse bën një punë të mire se të e ditë filoni. Ose si jenë të e ditë njerë se një farforme nuk është të e bo për syrin e Allahut azza wa jall dhe që shpërson shpërblimin të aj. Më të e bo njerës të apë e din. Bile edhe heq mos me ditë javë qëtë nërmen. Do më thonë se unë jam të e bo që ta, ti si të e bo. Unë në e bëj edhe këta kështë më radhë. A realisht rrumë në zëtë kjo është për sifatit të munafikave.
nga se nesër ditën e gjykimit ka ardhur hadithin e vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa i personi i cili i bën seret për syfatsi, Allahu azza wa jall come bë publike gjendjen e tina. Qofse ti mendon se ke bë këtë punë dhe kërkush se diti, nesër ditën e gjykimit kur ballafaqohesh me Zotin ti dhe unë, e nuk e kena bën një punë sinqert për Allahun azza wa jall, ku më na demasku Allahu azza wa jall me na tregu se këtë punë nuk e ke bë për shkak se e ke ditë se janë mbikëqyrën e Allahut, në vëzhgimin e tij, në sirrin e tij, na ke shpresuar shpërblimin e Allahut te Allahu azza wa jall. Mirë po ke pas që me përfitu diçka nga sendet materiale kësaj dynjaje, ndonjë domethënë lavdata po kështu më radh. Pra thjesht për të ndëruar bindja që Zoti është na pa, na bën që me adhuru Allahun azza wa jall, a mirë po edhe me bë adhurimin shumë kvalitativ edhe të përsosur brenda njerëzorës. Edhe çështja e tretë dhe fundit mos më zgjat në të ndëruar se njeriu kur është në vëzhgimin e Allahut dhe e din se Allahu azza wa jall aty e kthyer, realisht kjo e bën që me kon më i turp shumë pe Allahut azza wa jall, me pas frikë ndaj Allahut azza wa jall, me pas dru Allahut azza wa jall, me pas devotshmëri më tepër, pavarësisht se ne bëjmë mëkate, edhe Allahu azza wa jall i sheh ato mëkate, edhe ndoshta na jep afat e nuk na dënon aty për aty. Allahu thash ka urësi kur e bën një gjatë tillë pse e bën. Mirë po kurse se kjo nuk duhet neve me na mashtrua, me ndu se thjesht e bajtëm një punë, nuk u dënuam aty për ato, edhe thjesht ikum runa zot syrit e Allahut azza wa jall dhe Allahu nuk e diti, apo runa zot me të himendje se edhe e mashtrum Zotin edhe nuk na dënoi Allahu azza wa jall për mëkatet që i bënëm. Le të dim se cilësia e vëzhgimit në Allahut azza wa jall, edhe asgjë nuk ik, domethënë syrit e Allahut azza wa jall, çdo gjë është e shkruar dhe regjistruar, edhe me çdo të ballafaqohemi nesër ditën e gjykimit. Pra kur ka ardhur një njeri edhe këtë ndoshta kom cek një herë tjetër, të një dietar me kërku pejtina që më dhon leje me bë mëkat. Ja ka cek disa gjëra që bën njeriu të vetëdijshëm se nuk guxon njeriu as me shku mendje me bë mëkat. Prej tyre ka thonë se qofse mendon se kini vend që mundesh me bë mëkat e nuk shqet Zoti, shko ti bë mëkat edhe s'ka gojde. Ama ka një vend tillë? A ka një vend tillë që njeriu ka mundësi me jetua, me veprua, besa me i përshpërit vetja vet, domethënë me diçka e mos me dit, Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahu azza wa jalla që shfaqëm, po e din edhe atë që e kemi në zemrat tona, edhe atë shikimin që e përvjedhëm, që mendojmë se kërkush s'na pa. Edhe këtë Allahu azza wa jalla ka detektuar, ka detektuar dhe ka regjistruar. Pra thjesht nuk i mbetet njeriu qofse jem në vëzhgimin e Allahut azza wa jall, në tokën e Allahut azza wa jall, hajm pe bereqetet e Allahut azza wa jall, edhe nesër kena më ballafaqur me Allahun azza wa jall, nuk e mbetet askujt arsye me i dhon drejt vetes, me thon se po bëjmë mëkate ndaj Allahut azza wa jall. Përkundrazi, njeriu do të më koni turp shumë, me pas marrë, e me pas frikë Allahut azza wa jall dhe më bëj devot shumë. Wattaqullah wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Dhe keni frikë Allahut azza wa jall dhe dini se Allahu azza wa jall الدين الشيعة أبراني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. Vëllezër të nderuar, një realitet që duhet me ditë është se Allahu azza wa jalla është ai i cili sheh, i cili dëgjon. Mirë po është edhe ai dhuruesi i këtyre begative për neve, ai i cili na ka dhënë këto gjymtyr, këto shqisa, këtë dëgjim, edhe këtë pamur, është Allahu azza wa jall. Është ai i cili na i ka dhënë, edhe i cili mundet me na i marr. Atëherë duhet me kon njeriu gjithmonë falënderues për begatinë e madhe që Allahu azza wa jall na ka dhënë. Nga se kem prej selefit, kur ka dashur me treguar se pse duhet me falënderu Zotin, edhe se çfarë begatish kem ne në këtë dynjë, ka thonë mjafton njeriu për një çast me mbyll synin
edhe me e kuptu se çfarë begati shkoj insani. Vetëm një moment, vetëm një çast, vetëm disa sekonda mbylli syt dhe shiko dhe më thonë se mos me pas këtë pomën, se si kështë me qenë jeta jonë, e duhet me konë falenderus dhe Allahu Azza wa Jall për këto begati i për ullur dhe thjesht pasues i rrugës së Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po një gjë tjetër duhet me ditë. Sa i cili na i ka dhënë këta sy, mi po këto gjëra e besëm ndonjëherë mu rujt për i gjërave që na bojnë zarar. Është ai i cili na jep edhe do sytë zemrës që ndonjëherë me da shopim për sheqerit që i thëjmë ne në gjuhën tonë edhe me ditë se çka është imani dhe çka është kufri. Me ditë çka është suneti, çka është bidati, çka është mëkati e çka është puna e mirë. Thjesht shumë njerëz ndoshta janë të mençur, edhe ndoshta kanë diploma, mirë po asenet më elementare të jetës së tyre nuk i kuptojnë. E ka mundësi me konë njëri thjesht me një përgatitje solide, mirë po e din se çka është e mirë dhe çka është e keqja, çka është me besu Allahun Azza wa Jall, çka është me mohu atë, çka është me falendëru Allahun Azza wa Jall, çka është me kanë kryes ndaj tij. Thjesht është edhe kjo begati siç na ka dhënë synin. Mirë po këtë begati nuk ja vetëm se ai i cili ka meritu. Ai i cili ka kërkuar këtë udhëzim Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë dhe nuk e ka çu, domethënë në poshtë. Mirë po ai që se ka kry këthyt, ai që nuk e ka kryt kur nga kjo çështje edhe është privuar për kësaj begatije, e lusim Allahun Azza wa Jall që të na bën për atyre që jemi mirë njes për begatit që kemi për tyre dhe syrin, të arrujmë syrin ton, të dim që jemi në syrin e Allahun dhe vazhgimit e tina, dhe të dim se të kërkojmë edhe ashtu se që kemi këtë sy, me i po gjërat, me i po edhe me syrin e zemrës, cilat është rruga e drejtë, cilat ka është udhëzimi, edhe me pa cilat është rruga e gabuar dhe ka është devijimi. Për përfundim, Bashkia Islame na ka kërkuar sot me qitë postaqin, dhe më thonë, për disa projekte tyre. Unë fillimisht kisha me kërkuar, dhe më thonë, vjes, për shkak se kemi filluar me projekten edhe kena prisha besonin dhe banjet. Apo mundohem që, si që këmë lajmëruar dhe njëmë në kaluar në afat rekord me këtë gjendjen, qysh ka qenë për që me qenë shërbim të juën, edhe kësaj radhe, ne Bashkisë Islame dhe të kërkojmë djes, nuk dhe të qesim postaqin për ta, mirë po dhe të qesim për projektin tonë, kush ka mundësi, Allahu e ndëroft, ata të veç kanë filluar një përgjigjë kësaj, dhe më thonë iniciative, Allah i shpërblef dhe shumë fishoft, lusim Allahun Azza wa Jall që të na jap neve dhe juve mirëqenie në familjet tona, shoqëritë tona, lusim Allahun Azza wa Jall që të na ruan neve dhe familjet tona dhe vendin tonë, shoqërinë tonë, lusim Allahun Azza wa Jall që të na fal neve për ndërton dhe këtë musliman në përgjithësi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون